thot, kopshtin tem krejt po ta jepi, veç qatë palëm ama mu t'ja jepi këti djaloshit që t'i plotësohet dëshira edhe ta fitoj premtimin dhe myshdën nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ne ka qëllu bashkë te megja në mes një palm. E unë po i tham këtij kojshijut, ama lejon që ta qes murin anësh ka pjesa jote se kjo palm po më takon mu. Ky po më thotë jo që te murin anën tjetër këtë palm lema mu. E sun po mirën vesh ja Rasulullah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, kush shkon me beleqat palm pe këtij pronarit dhe m'ia fal këtij djaloshit që më kon pjesë e kopshtit tij, edhe një farforme m'ju plotësu dëshira dhe qefi i këtij jetimit, Allah ka më jap në xhenet një palm. E ndëgjon këtë ofertë Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Dhe nxiton. E ka pas në Medinë një kopsht që i ka pas 500 trung të palmës, trunguj të palmës. 500. Dhe shkën e takën këtë pronarin e këtij kopshti që ky djalosh i jetimi su në murë vesh me te. Kopshti më i madh i hurmave ka qenë në Medinë. I thot këtij pronarit të këtij kopshti që relativisht ai ka pas kopshtin e vogël, që është në zënk, po thëmë kushtimisht për një palë me këtë djalosh jetimin. I thot këtij pronarit, thot, a e din kopshtin tem që e kam? I thot ai, po qysh nuk e di, kopshti jot është më i madh në Medinë. Thot, kopshtin tem krejt po ta jepi, veç qatë palëm ama mu t'ja jepi këtij djaloshit që t'i plotësohet dëshira edhe ta fitoj premtimin dhe myshdën nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Apo pranon? Ai thot, po qysh pranoj? Krejt kopshtin tën më jap si shkak që unë më të jap çet palma? Thot po, thot në vend po pranoj. Ja. Dhe del prej atyje Abu Dahdah dhe shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot, ja Rasulullah, tregoj atij djaloshit që palma është e tij, le të vendos atë mbrenda murit të kopshtit vet. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a u morë vesh me të pronarin? Thot, po ja Rasulullah, kopshtin tem ja japa që të më japa një palm. Një kopsht me 500 palma, hurma, e që ka pas aty një shtëpi të vogël që shka në transmetim, dhe ka pas një ujë që i ka rrjedh, ja ka jep për një palm që edhe atë se ka marrë, po ja ka jep këtij djaloshit, me çfarë qëllimi? Që Allah më jep atij në xhenet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kam min idhqin raddah li Abi Dahdah fil janna. Sa palma për plot të mbushne me hurme jënë duke e prit Abu Dahdahin në xhenet. Ati interesoj që ky me investu në xhenet, nëse palma është e jemja, i bie që dhënë ka më shku në xhenet. Apo, që kjo interesoj atina?